Avokati i popullit Naim Qelaj është me ne në studio dhe do të flasim për rastet që ky institucion ka në hetim e që kryesisht lidhen me shkeljen e të drejtave të njerëzit. Atëherë, avokat, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Avokat, kemi hyrë në muajin e 4 që kur vendi nuk ka institucione të formuara dhe edhe ju e keni ngritur si shqetësim. Si ndikon mosformimi i institucioneve dhe mungesa e vendimmarrjes në gjitha muaj në cenimin dhe shkeljen e të drejtave të njerëzit. Njëri prej këtyre vendimeve keni lidhur edhe me rritjen e çmimit të energjisë elektrike, apo jo? Jo vetëm vendimin për rritjen e tarifave të energjisë elektrike, por edhe vendimarrjen në shumë procese tjera varet nga konstituimi i institucioneve dhe konsideroj që vullneti i qytetarëve i shprehur përmes votës duhet të materializohet me krijim të institucioneve, sepse vetëm këtë mënyrë deputetët do ta përmbushin përgjegjësinë e tyre, edhe kushtetuese edhe ligjore që e kanë, po edhe morale karshi qytetarëve të Republikës Kosovës. Vazhdimi i kësaj situate padyshim do të paraqes vështirësi të shumta, sidomos në drejtim të marrjes së veprimeve konkrete për situata emergjente të cilat kërkojnë zgjidhje. Edhe më tej vazhdani blokade nismave ligjore, pra legjislacionit, ndërsa në anën tjetër ne veç si avokati i popullit kemi dhënë shumë rekomandime që lidhen me plotësim ndryshim të ligjeve të ndryshme që kërkojnë çësje urgjente në qëllim përmirësimit të respektimit drejtave të njerëzit. Procesi integrimeve evropiane me tekst veçantë, ecja e Kosovës drejt Këshillit të Evropës është padyshim në një situatë ku kërkon institucionet konsoliduara me qëllim që me lobu më shumë, më fuqishëm drejt këtyre mekanizmave që janë të rëndësishëm për qytetarët e Republikës Kosovës, por edhe vetë mbikëqyrjen e parlamentit në procese të ndryshme të cilat ndodhin, përfshi këtu edhe vendimarrja e institucioneve që kanë përgjegjësi ligjore kushtetuese, por që prekin interesa dhe prekin jetën e qytetarëve. Dhe avokat, njëra prej kërkesave prej çështjeve të cilën e keni adresuar edhe ju dhe ka shqetësime së fundi është edhe çështja e bizneseve në treg të hapur të energjisë që janë tashmë nga një qershori vetë janë vendosur dhe gjithashtu rritja e çmimit të energjisë elektrike. Ka një padije e cila është hedhur poshtë, por që tani çështja është në apel. Cilat janë mekanizmat që institucioni juaj ka, mund të shtyjë përpara tutje këtë pjesë? Qysh në marrjen e vendimit ose në diskutimin publik se energjia elektrike do të shtrejtohet, tarifat do të rriten, ne kemi pranuar ankesa nga qytetarët, i kemi sistemuar në një rast, pastaj kemi pas një komunikim me zërejn, me bordin e zërejs, dhe kemi ngritur të gjitha ato shqetësime me qëllim që me pa cilat janë masat që po i merr ky institucion i pavarur në drejtim të marrjes së një vendimi sa më të drejtë, po që nuk i cënon të drejtat e qytetarëve. Dhe rritja prej 16.1% të faturave të energjisë elektrike, pa marrjen e masave konkrete nga qeveria për me garantu dhe me siguru kategoritë ndjeshme, nga subvencionimi dhe nga heqja kësaj bare, ne kemi konsideruar që mund të cënoj standardin e jetesës së qytetarëve dhe do të ndikoj negativisht në të drejtat sociale ekonomike që i gëzojnë qytetarët e Republikës Kosovës. Në anën tjetër kemi pa që ligji për energjinë elektrike në Kosovë vëbar ose e ngarkon me detyrime përgjegjësi qeverin me pas kujdes këtë kategori dhe në bashkëveprime, në bashkëndim me zyrën e rregullatorit, me kriju, me marrë masa që mos u dëmtu këta qytetarë. Në anën tjetër kemi konsideruar se vakumi institucional i cili ndodhet aktualisht, çdo vendimarrje të kësaj natyre që prek secilën familje të Republikës Kosovës, padyshim paraqet problem, sepse nuk ka mekanizma as të diskutimit, as të argumentimit dhe kundër argumenteve të parashtruara që këtë rast duhet të jetë në Kuvendin e Republikës Kosovës si organ mbikëqyrës i punës edhe të vetë zërejs. Dhe e fundit si shqetësim që ne kemi ngritur liberalizimi i tregut për bizneset e mëdha, sepse ligji përcakton qartë, liberalizimi duhet të ndodhë, është vonuar si proces, por që në rrethonat e krijuara dhe në rrethonat e tanishme vendosja e një kriteri të tillë të shpejt, pa një parapregaditje, pa marrë masat të përshtatshme që me kriju një fazë tranzitore që bizneset me mujt me kalu në këtë treg, krijon edhe tendencat të monopolit në treg, po në anën tjetër i vendos në vështirësi edhe bizneset, e që
Kjo vështërsi do të përkthehet në arritje të çmimeve për vetë konsumatorët dhe në instancët e fundit do të cënohen qytetarët e Republikës së Kosovës. Ne kemi kërkuar me një masë të përkohshme nga zëreja që ta pezulloj ekzekutimin e këtij vendimi, por nuk e ka bënë veprim të tillë. Në fakt, në arsyetimin që e ka dhënë, më shumë flitet për të drejtat që i ka me ligj, mandatin dhe kompetencat që i ka dhe përgjegjësinë e bartë tek qeveria, pra duke u bazuar në ligjin për energjinë, por që nuk është jep sqarimet mjaftueshme lidhur me këto dilemat dhe këto çështjet problematike që ne i kemi shtjellu. Pas këtij veprimi ne kemi përcjell paditë që janë ushtruar nga nismat të ndryshme të qytetarëve, kemi marrë edhe kërkesa nga vetë to nisma për me dalë me qëndrim dhe opinion, dhe ne kemi dalë me një opinion ditë më parë. Kemi konstatuar të gjitha vërejtjet, shqetësimet, problematikat që ne kemi konsideru se ekzistojnë, kemi mbështet dhe kemi përkrah kërkesën për pezullim të vendimit dhe për gjetjen si themi modeleve, modaliteteve të përshtatshme për me përballu situatën e krijuar. Natyrisht i kemi drejtuar edhe gjykatës dhe kemi kërkuar që këtë opinion ligjor ta merr si opinion dhe qëndrim të avokatit të popullit që mund t'i shërbejë në vendimarrjen e saj në fazën e shqyrtimit të ankesës për caktimin e masës së përkohshme. Ajo që është më rëndësishme e theksuar në këtë rast është që fajtori ose themi përgjegjësia për situatën e krijuar në asnjë mënyrë nuk mund të bie tek qytetarit dhe tek bizneset, sepse politika vendimarrësit në Republikën e Kosovës për 25 vite nuk kanë arrit me marrë masa që rrisin kapacitetet energjetike dhe Kosovën nuk do ta kishin sjellë në këtë situatë. Dhe në mungesë të rritjes së këtyre kapaciteteve dhe zgjidhjeve tjera alternative, në asnjë rrethon qytetari nuk duhet të vendoset në një pozitë të vështirë që të merr atë që i ofrohet me çmime që mund të jenë të papërballueshme për koston e jetesës së qytetarëve. Po, dhe avokat mbetet vetëm gjykata, institucioni vetëm i cili mund të marrë një vendim ndryshe sa i përket këtij vendimi? Mendoj që edhe qeveria ka mundësinë e plot me ndërhyrje në këtë rast. Natyrisht duhet vullnet, duhet ekspertizë, duhet... Cilë nuk e kemi parë deri më tani, nuk ka një tërheqje. Nuk e di, nuk kam një vlerësim tillë. Ajo që unë mund të konstatoj dhe që kam vlerësuar edhe në opinion është që qeveria nuk ka marrë asnjë masë në drejtim të zbutjes së situatës dhe sanimit të krejtë rasteve kur mund të cënohen të drejtat e njeriut, sidomos grupeve të cënuara. Dhe fjala është për kategoritë familjet e varfra, rastet sociale, familjet me aftësi që kanë persona me aftësi të kufizuar dhe ata që nuk mundin me i përballu kostën e jetesës. Po, dhe kur jemi te qeveria dhe institucionet publike, avokat ka shkaktuar një reagim të ashpër të qeverisë, në këtë rast Ministrisë së Financave, edhe një hetim dhe një raport nga ana juaj për komunitetin serb dhe shtesat e fëmijëve, pezullimin e tyre, përkundër faktit që keni renditur disa rekomandime dhe kanë qenë të qarta, si sqarohet tani ky reagimi, sidomos raport me komunitetet kur flasim për diskriminim. Çka tregoi raporti juaj? Unë nuk kisha dashur më lëshu në deklaratën komunikatat e Ministrisë Financave, është detyra autoriteteve me ju përgjigj kërkesave të avokatit popullit, është përgjegjësia e tyre me respektu ato rekomandime që dalin nga vendimet e avokatit popullit, sepse gjithmonë janë të bazuara në një analizë dhe ekspertizë që ka institucioni, por edhe në kompetencën që i ka dhënë edhe kushtetuta dhe ligji për avokatin e popullit. Ne kemi pranuar një numër të madh të ankesave lidhur me shtesat e fëmijëve, sidomos pas nxjerrjes së vendimit për kriteret e verifikimit të vendbanimit përfituesve të kësaj skeme. Natyrisht shteti e mon të drejtën e plot legjitime me i verifiku adresat. Këto shtesa jepen vetëm për fëmijët që jetojnë në Kosovë, pra që kanë vendbanim në Kosovë, dhe natyrisht modaliteti për me vërtetu faktet të kësaj natyre është i shumë llojtë, pra nuk është vetëm në disa kritere, mirë po e para... Pro ju keni parë problematike kriteret e vendosura për verifikimin. Dokumentet e kërkuara. E para vendimi nuk është i publikuar dhe nuk mund gjendet në faqen zyrtare të institucionit. Edhe në kërkesën që ne kemi parashtru, Ministrisë nuk janë ofruar të dhënat e plota për me kuptu se çka përmban ky vendim, pse janë përcaktuar këto kritere, si është bë lista e përzgjedhjes familjeve që do të verifikohen.
por pse janë vendosur pikërisht dokumentet në fjalë dhe sidomos kërkesa e 4 që lidhet me regjistrimin në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, sepse ne këtu kemi pa që mungon edhe baza ligjore. Asku në ligj dhe në asnjë vendim të Ministrisë së Financave nuk ka një bazë të qartë ligjore që ne mund të themi se megjithatë vendimi mund të duket diskriminues, por është i lehtëshëm. Në anën tjetër janë 3 dokumente që kërkohen për verifikimin e vendbanimit të familjeve. E para është vërtimi nga shkolla, e dyta është vërtimi nga shërbimi vaksinimit të fëmijëve dhe i treta është një faturë nga shërbimi energjisë elektrike. Dhe të 3 këto dokumente është problematike për serbë që jetojnë në Kosovë të i sigurojnë, nga se nuk njihen nga autoritetet e Republikës Kosovës, për shkak se këto shërbime i marrin nga sistemi që funksionon në kuadër të Republikës Serbisë. Dhe vendosja një kriteri të 4 mund të duket si mundësi për qytetarët të komunitetit serb, por në fakt paraqet a priori diskriminim për arsye se përveç se nuk ka bazë ligjore, kjo vlen vetëm për qytetarët të komunitetin, nga se qytetarët tjerë nuk kanë nevojë me shfrytëzu këtë mënyrë të verifikimit. Tash ne e kemi kuptuar që verifikimi ndodh në përgjithësi, pra nuk verifikohen vetëm qytetarët e komunitetit serb, verifikohen të gjithë, pa dallim. Natyrisht e inkurajojmë ministrinë të zbatojë rekomandimet e dhëna nga avokati i popullit, natyrisht të vazhdojmë me verifikimin e adresave, të mos lejoj keqpërdorimin e buxhetit paras publike, sepse është në interes të përgjithshëm, por që të ketë kujdes që në vendimet që i merr të kursejet ose të sigurohet që nuk po vendos kritera dhe kërkesa që mund të duken diskriminuese. Po, megjithatë reagimi i qeverisë, avokat ishte një akuzë drejt institucionit të avokatit popullit, ju akuzoi për dëmtim të reputacionit dhe tha që nuk janë të vërteta këto. Tani çka tregon ka një bashkëpunim mirëfillt mes institucioneve, qeverisë dhe avokatit popullit? Çka tregon kjo për nivelin e bashkëpunimit? Bashkëpunimi duhet të jetë në nivel të zbatimit të rekomandimeve të avokatit popullit. Apo zbatohen? Po përderisa ne nuk kemi marrë një përgjigje zyrtare nga Ministria e Financave, në këtë rast nuk mund të themi, po besoj që do të jetë pozitiv, sepse ne kemi gjetë shkelje të cilat janë evidente, qëndrojnë aty dhe si të tilla duhet evitohen. Fundja fundit, ne i bëjmë derë reputacionit të Kosovës të zbatu ligjin edhe të i jetësu parimet, vlerat demokratike që janë ngërtyra edhe në kushtetutë dhe në ligjet tona. Mos diskriminimi, parimi barazis para ligjit, dhe mbrojtja drejtave të njerëzit në frymën e konventave europiane dhe vetë kushtetutës janë padyshim rruga e vetme e Kosovës drejt ardhmës saj. Po, dhe avokat në përgjithësi kur flasin për adresimin e rekomandimeve, sa jeni kënaqur me adresimin nga gjitha institucionet rekomandime që dalin nga institucioni i avokatit popullit? Po tash krejt situata e krijuar prej momentit kur ne ka marrë mandatin avokatit popullit ka qenë jo shumë e zakontë kuptim të ngjarjeve që kanë ndodhur, sfidave me cilat janë ballafaqur krejt institucionet, fillimisht pandemia, lufta në Ukrainë, pastaj kriza ekonomike, energjetike, krizat në veri, ose të themi problematikat që ndodhen në veri, krejt këto sikure e bëjnë të vështirë funksionimin e institucionit në rrethana dhe kushte normale të punës së tij. Megjithatë ka pas trend pozitiv, ka pas ngritje të zbatimit të rekomandimeve. Kjo është e rëndësishme, sepse tregon që megjithatë përtej deklaratave publike që mund të kenë me efektet në ndryshme, institucionet janë të vetëdijshme se avokati i popullit përveç se i mbron të drejtat e njerëzit, i përmirëson institucionet në punën e tyre, duke qenë kritik objektiv, racional, i bazuar në fakte dhe argumente, pas hetimeve që i kryjnë, dhe çdo zbatim i rekomandimit të avokatit është një standard i plotësuar më shumë në raport me drejtat e njerëzit. Në këtë drejtim, besoj ka ndihmu shumë edhe vetë gatishmëria e vetë institucioneve që veprojnë brenda ekzekutivit. Ka dhe raste negative, ka dhe raste ku nuk ndodh kjo, po në përgjithësi mund të them që ka ekzistuar një frymë shumë pozitive. E kundërta nuk ka ekzistuar te Kuvendi i Republikës Kosovës, nuk ka pas një interes për me ndjek raportet e avokatit popullit në drejtim të asaj që mi pasa ekzekutivi po vepran në përputhje me ato rekomandime. Ka pasur një mbikëqyrje efektive, thoni? Nuk ka pas mbikëqyrje efektive, tham drejtën nuk ka pas interes. Dhe vetë fakti i votimit kundër raportit të avokatit popullit, raporti vitit 2022 i votuar, i vendosur në votim në vitin 2024, e ka treguar që nuk ka pas një qasje të duhur në raport me institucionin që ka themelu dhe institucioni
i vetëm i cili raporton për gjendjen e të drejtave të njeriut në vend. Po, dhe avokat, kur flasim për hetime që aktualisht i keni si institucioni avokatit popullit, ka pasur së fundi edhe disa raportime për një ndërhyrje të një zyrtari policor në veri të Mitrovicës ndaj një maturati. A është institucioni juaj duke hetuar këtë rast ose çfarë prova, çfarë informacione keni si avokat? Ne kemi pranuar edhe ankesë, kemi pa edhe rastin që është publiku nga mediat edhe natyrisht jemi interesu për këtë rast, kemi hapë hetim për me hetu nëse autoritetet po veprojnë në drejtim të zbardhjes së plotë të këtij rasti. Ajo që mund të themi në këtë rast është që policia e Kosovës ka ndërtuar standarde kapacitete të cilat duhet i respektoj. Përdorimi i dhunës përtej asaj të lejuar në asnjë rast nuk është i pranueshëm, pavarësisht ndaj cilit person. A keni parë përdorim të tepruar dhunës? Ka pas raste, ka pas edhe vetë inspektoriati policor kur ka konstatuar raste të tilla. Besoj që është e rëndësishme. A është më e veçantë kjo në veri? Po, është më ndjeshme, sepse po flasëm për një komunitet i cili në vazhdimsi po deklaron se ndaj tyre po shtrohet një dhunë më tepruar dhe vetë prezenca e shtuar e policisë në atë pjesë kur e tensionon situatën, edhe pse në duket shumë e qetë, po qytetarët ankohen. Po natyrisht ajo është punë operative e policisë, institucionet e kryejnë punën e tyre, por që në kryerjet të punëve të tyre duhet janë të kujdesshme, mos me ecën në asnjë rast të drejtat njeriut. Respektimi i dinjitetit njeriut para së gjithashtu duhet jetë obligim dhe përgjegjësi e secilit zyrtar kudo që punon në institucionet e Republikës Kosovës. Dhe te rasti i të miturit ne kemi vrejtë që ka ekzistu një si të themi, një veprim i cili në dukje të parë është duk që është i vrasht dhe brutal. Në anën tjetër, më shqetësuese për neve ka qenë publikimi i fotografive, edhe pse me një pjesë të mbuluar të pamjes, por që nuk besoj që ka qenë një model i mirë i pasqyrimit të një të vërtete e cila dëshirante me dëshmu që nuk është trudhu ndaj atij personi, sepse ne duhet ju besojmë institucioneve përgjegjëse. Në këtë rast ka mjaftuar raporti mjekësor nëse ka konstatuar që nuk ka pas lëndime dhe dhunë, konstatohet që lëndime dhe dhunë nuk ka pas. Por që besoj pas hetimit ne do dalëm me një qëndrim të qartë. Da ka avokat ankesa tjera cilat jeni duke i trajtuar se përket veriut komuna veriore për shkeljet drejtav njeriut, sidomos raport me policinë? Po, ka shumë ankesa në drejtim. Janë më shumë ankesa të thirrura në përgjithësime, nuk ka raste të raportuar individuale. A mund të flasim me shifra avokat? A kemi sa ankesa jeni duke i trajtuar? Në fakt nuk e kam një shifër të tillë sot për momentin, por që kryesisht kanë të bëjnë me edhe me një pjesë të atyre që po konsiderohen si ngacmime seksuale, që natyrisht janë shqetësuese. Unë si avokat i popullit, jo vetëm në veri, po çdo kohë në territor të Republikës Kosovës, nëse ndodhin këto dukuri, natyrisht i dënoj dhe kërkoj nga autoritetet marrjen e masa për Pra ka një hetim edhe për shqetësimet e ngritura për ngacmimet seksuale në veri? Në fakt ka shumë pak raste të raportuara dhe në idenë që këto mos raportime po ndodhin për shkak të besimit në institucione, unë jam ofruar me krejt kapacitetin dhe potencialin që kam, po besoj edhe policia dhe autoritetet tjera, me qëllim që mas një rasti tillë mos me leju me ndodh nga se janë raste të papranueshme. Avokat ka një task force formuar atje, a do të jetë edhe ndonjë zyrtari i avokatit popullit i përfshirë në këtë pjesë apo nuk lejohet me? Në fakt ne kemi të drejtë me marrë pjesë në çdo proces që ndodh në fazat e hetimeve të rasteve, sidomos kur palët e dëmtuar ose viktimat denoncojnë këto raste. Kështu që ne po provojmë dhe kemi kërkuar nga vetë qytetarë që nëse ndihen në çfarë do rrethane të kërcënuar, pa sigurt, mi raportuar rastet, ne mund t'i asistojmë. Natyrisht kemi kapacitet të limituar, nuk mund të themi se në çdo rast nëse rastet e tilla janë të shumta, po të pas parasysh rrjedhën e ngjarjeve, besoj që këto raste ndoshta do të zgjidhen me masa që policia veç ka vendosur me i marrë, po shpresoj që do të jenë masa të drejta, dhe nëse këto janë vetëm si themi fjalë, nuk kanë konkrete diçka në vete, duhet të demantohen sepse po e prishin imazhin e policisë, ndërsa nëse ka të vërteta, atëherë duhet merren masa ndëshkuese ndaj zyrtarëve që keq përdorin
profesorin në uniformën, sepse ju e dini uniforma do t'jetë e shajt për shtetin tonë. Po, me gjithat avokat rastës që jeni duke i trajtuar ju, a jeni duke i trajtuar për mos besim të raportimit ndaj institucioneve apo për përfshirje të drejt për drejt të pjesëtarët policisë në ngacmimet seksuale? Nuk kemi një ankesat të kësaj natyre. Nuk ka diçka konkrete në këtë drejtim, janë 3 raste të raportuara në polici. Krejt çka ne kërkojmë është me përcjellëm punën e inspektoriatit policor për me pa se çfarë masa po ndërmerr. Unë diçka që mund të them sot sa i përket qytetarëve të komunave të Veriut është se duhet të arrisin besimin tek institucionet, duhet të raportojnë rastet, duhet të sfidojnë në besueshmëri. Konsideroni që kanë ende hezitim të besojnë institucionet Kosovës dhe të raportojnë apo çfarë? Nuk e di, përderisa flitet, thonë, deklarojnë që ka raste të ndryshme, atëherë nuk raportohen, duhet bëhet përpjekje që këto raste, edhe nëse nuk janë të vërteta, ashtu si që thash, të raportohen, për mi ek çdo dilemë. Unë pranoj ankesat shumë të nga qytetarët serb, jo vetëm Veri, po edhe në komuna tjera, i trajtoj me shumë kujdes. Dhe kryesisht avokat, për çka janë këto ankesat? Cilat natyra atyre? Janë ankesat të natyrave të thoja se të njëjta me pjesën tjetër të qytetarëve, prej ashtu këtu probleme që lidhen me mungesën e dokumentacionit dhe pa mundësin shpesh herë për shkak të procedurave administrative mu pajis në kohë dhe me procedurat të shpejta me këto dokumente. Pastaj janë çështja e diplomave, çështja mosnjohjes së këtyre diplomave, por në pjesën tjetër janë të njëjta, zvarritjet e procedurave gjyqësore, mosnjohja të drejtave, keq administrimi ose mos përgjigjja autoriteteve në kërkesat që i kanë qytetarët, pra janë të natyrave të zakonta. Po, atër, avokat, flasim edhe për një çështje tjetër, ju keni afruar gatishmërinë juaj për të përfshirë edhe në këtë problemin tjetër shfaqur këtu në kryeqytet sa i përket betorinave. Tashmë ka një vendim nga ana e Gjykatës Supreme që kërkon që zbatohet e rregulloria dhe faturimi të shkojë kompanisë pastrimi, duket që situata përsëri nuk është zgjidhur sepse greva po vazhdon e punëtorëve të pastrimit për shkak se kanë disa kërkesa specifike të cilat po kërkojnë që të zbatohen. A do të vazhdoni të përfshireni në këtë proces dhe si mund dilet nga kjo situatë? Unë kam pas një takim me 2 palët. Fillimisht kam thirrë takim të përbashkët, po për shkak të mos prezencës së përfaqësuesve të komunës i kam marrë të ndane. Kam marrë shqetësimet e 2 palëve. Konsideroj që nëse nuk arrin me gjetë zgjidhje të 2 palët, atëherë më duhet më përfshi, më involvu në proces të ndërmjetësimit, nga se konsideroj që të 2 palët duhet të dominohen nga sinqeriteti në komunikim mes tyre. Ka gjanat të cilat po thuhen për publik, po ka dhe aspekte tjera që ndoshta duhet të trajtohen me kujdes. Natyrisht për mua si avokat i popullit janë të shumë të rëndësishme 2 aspekte. E para është shëndeti publik i qytetarëve, pra meturinat duhet të pastrohen dhe për me ndodhur kjo duhet me funksionu shërbimi i pastrimit, dhe e dyta të ruhen të drejtat e të punësuarve në kompaninë pastrimi, nga se nga të dhanat që mi ka ofruar menaxhimenti janë mbi 800 punëtorë që punojnë në këtë kompani dhe sigurisht mbajnë edhe familjet e tyre me pagat që i sigurojnë aty. Në një formë avokat po thoni që komuna po shkel të drejtat e punëtorëve. Mendoj që kjo kërkon një qasje shumë ma multidisciplinare dhe jo kaq e thjeshtë të definohet që marrin përgjegjësi njëra palës e tjetra. Problemi ka fillu në nxjerrjen e rregullores në kuvent, për cilën gjykata konstatoi që është e rregullt. Pra, duhet të jetë në fuqi, por që kjo nuk është zgjidhje, nga se zgjidhja është të 2 palët duhet të ulen, të dialogojnë, të gjejnë zgjidhjet e përshtatshme dhe të fillojnë procesi i punës ashtu siç duhet. Po, dhe avokat, flasim pak për të drejtat e fëmijëve, pasi që kohës unë keni pasur disa raporte në veçanti për dhunën shkolla, për shëndetin mendor të fëmijëve dhe gjithashtu ndikimin e peshës së çantave tek fëmijët. Të gjitha këto raportet avokatit popullit tani çka tregojnë për adresimin dhe shkeljen e drejtave të fëmijëve në Kosovë? Çfarë mase kemi shkelje drejta fëmijëve? Po, ne kemi marrë një sër hetime është lidhur me çështjet që i përmendet. Ta zom tek pesha e çantave të nxënësve. Ne kemi konstatuar që, në fakt, ekspertët kanë konstatuar që pesha e një çante për ciklin e ulët të arsimit, pra ciklit para shkollës fillore, është nga 6 deri nga 5 deri në 6 kg. Dhe sipas ekspertëve, kjo sipas kësaj gjetje, shkakton mbi ngarkesë fizike të nxënësit duke krijuar dëmtime të shtyllës korrizore. Pra, një peshë e tillë e çantave për fëmijët e shkollës fillore i dëmton shëndetin e tyre dhe kjo pastaj paraqet edhe
natyre shkelje dhe cënim të drejtave që ata i kanë për të jetuar të shëndetshëm dhe për të rritur të shëndetshëm. Dhe ne këtë që kemi bërë në këtë rast është kemi kërku nga komunat, ju kemi drejtu se cilës komun, kemi kërku mi funksionalizu dollapet për vendosin e çantave, sepse kemi konsideru kjo mund të jetë një zgjidhje e përkashme, ndërsa nga Ministria e Arsimit kemi kërku me i shërtu kurikulat dhe plan programet arsimore me qëllim të reduktimit të teksteve dhe materialeve mësimore që i ngarkojnë me pesha të tilla fëmijët. Sa i përket të dhunës në shkolla, ajo që kemi ka konstatu, ka gjetë hetimi jonë është që dhuna është shprehur, edhe ushtrohet edhe nga bashkëmoshatarët, por edhe nga mësimdhënësit. Pra akoma nuk është kaluar krejtësisht me te kaluat formën e përdorimit të dhunës si mjet i edukimit për nxënësit. Kemi pa që autoritetet përgjithëse nuk kanë ndërmarrë hapat mjaftueshme për mbrojtjen e fëmijëve, nuk ka raportim, pra mungon raportimi, edhe pse ekzistojnë mekanizmat e raportimit brenda shkollës, ka mospërputhje në mes të rasteve të raportuara në shkollë dhe në institucione të tjera. Dhe në këtë drejtim kemi kërku dhe kemi rekomandu ministrinë, por edhe autoritetet lokale me i fuqizu mekanizmat e llogaridhënies edhe me e përmirësu situatën, nga se natyrisht edhe Kushtetuta e Republikës Kosovës, legjislacioni dhe standardet që ne aplikojmë dhunën e përjashtojnë në çfarë do rrethana të përdoret në shkolla në raport me nxënësit. Një raport tjetër që kemi publiku kohëve të fundit është arsimi i fëmijëve me kufizuar. Këtu gjendja na ka dalë edhe më alarmante. E para është konstatu nga ekspertët që ka diskriminim në raport me çastin e arsim për fëmijët me aftësi të kufizuar. Kjo vjen edhe si rrethon shpeshherë e mungesës së çastës fizike në disa hapësira të shkollave, por edhe i vështirësive tjera me cilat ballafaqohen fëmijët me aftësi të kufizuar, ka mungesë të dhënave, pra nuk ka një databazë. Sot ne nuk e dim sa fëmijë me aftësi të kufizuar janë në pjesë e arsimit gjithëpërfshirës dhe pjesë e qendrave burimore, pra shkolla të veçanta ku Dhe ka një arsye pse nuk ka të dhëna të tilla? Nuk kemi marrë një përgjigje, nuk e dim, nuk besoj, mund të jetë edhe neglizhencë, mund të jetë edhe mungesë e politikave të qarta dhe të mirëfillta në drejt me adresu problemet. Pastaj të pjesa e punësimit dhe cilësia e arsimit kemi pa që shumë fëmijë që përfundojnë shkollimin, fëmijë me aftësi të kufizuar nuk arrin me i fitu aftësitë e mjaftueshme për me qenë pjesë e tregut të punës, dhe nuk ka të dhëna për punësimin e përgjithësi në Kosovë të persona me aftësi të kufizuar, përveç në sektorin publik të zbatimi i ligjit 50+1 njëhet në publik, që obligon secilin autoritet që ka mbi 50 punësuar me punësu një person me aftësi të kufizuar, por sipas UNDP-s, një statistike që ka dalë në vitin 2019, 85% persona me aftësi të kufizuar në Kosovë janë të papunë, që i bjen vetëm 15% të krejt potencialit punës që ata kanë gjetë një vend punë dhe punojnë në Kosovë. Nuk e di kohëve të fundit a ka ndryshu kjo situatë, sepse ne nuk kemi një si themi një të dhënë të zyrtare në cilën kishim mujt me bazu konstatimin tonë. Kemi analizu dhe kemi vlerësu edhe shëndetin mendor të fëmijëve, sa institucionet e Republikës Kosovës po arrin me zbatu politika institucionale në drejtim të parandalimit të hershëm, të identifikimit dhe parandalimit të hershëm të smundjeve të shëndetit mendor. Kemi kuptu që ka mungesë të dispozitave ligjore që specifikojnë mekanizmat e përcaktuar për një veprim të tillë, pra është shqetësuese për neve, është problem. Ky fakt, pastaj shkolla dhe institucionet shëndetësore në nivelin parsor nuk kanë trajnimet dhe përgatitjet e nevojshme me identifiku në fazat hershme fëmijët me shqetësime të shëndetit mendor. Kjo padyshim çon vonesa të ndërhyrjes dhe në përkesim të situatës dhe ndoshta në pamundësi që më vonë me pas rezultate dhe masat që ndërmerren. Pra, ka dhe njësër rekomandime që gjetje shtjera në këto 4 raporte që i përmenda, por që ajo që kërkon vëmendjen e autoriteteve, vëmendjen e gjithë publikut të Republikës Kosovës është fakti se përkundër masave, përkundër angazhimeve të vazhdueshme të autoriteteve publike,
Megjithatë, situata nuk është përmirësuar në nivelin e duhur në krejt këto fusha që unë i përmenda. Po, dhe avokat duke parë parasysh që është një kategori shumë e ndjeshme cila nuk mund t'i adresoj vetë çështjet e saj. Ka autoriteti ose institucioni e avokatit popullit ndonjë mekanizëm për pos këtyre rekomandimeve që t'i adresoj shumicën e këtyre çështjeve avokat për cilët ndër vite ne flasim për këto shkelje, apo jo, të cilat nuk adresohen për vite të tëra? Po, na falem fillim për mungesën e institucioneve. Po. Tash kuvendi ka një rol të veçantë në krejt këto adresime që unë po i bëj. Për arsye se përmes grupeve, përmes komisioneve parlamentare që formohen në kuvend, mund kërkohet llogaridhënie përgjithësi nga autoritetet ekzekutive nëse nuk i zbatojnë rekomandimet e avokatit të popullit. Sepse ju mundi me pa, të gjitha rekomandimet që dalin nga raportet e avokatit të popullit janë kërkesa edhe ligjore. Pra, ke moszbatim të ligjit. Dhe ju në fillim të promovimit të kësaj bisede mes nesh e përmendet edhe kush sipas avokatit popullit mund të jetë shkelësi më i madh i drejtave të njerëzit. Unë mund të them që sot është vështirë të përcaktohet një autoritet, sepse vetë mungesa zbatimit të ligjit është shkelësi më i madh i drejtave të njerëzit. Legjislacioni parashet standarde, mekanizma, format veprimit që plotësojnë nevojat, ofrojnë shërbime për qytetarët dhe garantojnë respektimin e drejtave të njerëzit. Dhe në çdo rast kur nuk ka zbatim të ligjit të plotë ose të pjesshëm, aty vetëm kemi një numër të madh të shkeljeve të drejtave të njerëzit që mund të jenë edhe sistematike. Dhe unë në vazhdimsi kam ngrit zonën dhe kam kërkuar nga autoritetet, sidomos nga kuvendi, me rrit interesin për me i pa sa po i zbatojnë autoritetet ekzekutive në këtë rast për autoritetet tjera këto rekomandime që ne po i nxjerrëm. Natyrisht kërkojnë edhe një vëdisjem publik që vetë publiku me bo presion në raport me autoritetet publike në zbatim këtyre rekomandimeve, sepse sa herë flas për situata të caktuara, unë flas për interes të qytetarëve të Republikës Kosovës. Po, dhe avokat përfundimisht tani apo rritet numri shkeljeve të drejtave shtetërorëve nga institucionet publike me mosbatimin e këtyre ligjeve apo çfarë tregon? A kemi një situatë alarmante me adresimin e drejtave të njerëzit në Kosovë ajo? Po, tashti, fatmirësisht s'mund të themi që kemi situatë alarmante, po situatë mirë nuk kemi, sepse si rezultati mos mbikëqyrjes së plotë zbatimit të ligjit, pastaj po vjen deri tek numri shumë i madh i rasteve në gjykatë, po kemi ngarkesë në gjykata dhe po vazhdon pastaj saga ose forma tjetër e shkeljes së drejtave të njerëzit me zvarritjet procedurave gjyqësore. Dhe nëse vazhdojmë çdo drejt që ekziston në legjislacionin e Kosovës me e kërku, me realizu përmes gjykatave, atëherë na po e shndrojmë sistemin tonë shtetëror në një demokraci që të drejtat i realizon vetëm përmes rrugëve gjyqësore. Është detyrë e përgjithësi në radhë para autoriteteve publike, qeverisë, autoriteteve tjera që ushtrojnë autorizime publike, ta zbatojnë ligjin edhe t'i ofrojnë qytetarëve krejt ato drejta që i kanë garantuar me ligj. Po, atëherë ju falenderoj që ishit sot me ne. Faleminderit juve, ishte kënaqësi. Faleminderit. Dhe në vazhdim është bloku i